Adelina, u bë ca kohë që lëkura ime ndoshta për shkak të ndryshimeve hormonale po jep disa probleme. Probleme që unë më përpara nuk i kam patur, kështu që më nevojitej një zgjidhje. Kam kërkuar kremra të ndryshëm, megjithatë ende nuk arrita kuptoj pse nuk rikuperohej her pas here ose rikuperohej deri në një moment, pastaj kthehej në të njëjtën gjendje. Shiko, ti mendon që duke provuar kremra të ndryshëm mund të ndihmoj dhe Ajo ka qenë shpresa ime. Në këtë rast u vendos fajin kremrave, besoj. Shiko, zgjidhja në këtë rast është të bësh një skin test, sepse në momentin që bën një skin test, ke mundësi për zbuluar problematikat që ka lëkura jote, çfarë nuk ka shkuar gjatë kësaj kohe, nëse ke probleme të tjera që të drejtojnë më pas tek një mjek tjetër apo kudo që të kesh nevojë, kështu që në këtë rast shkon tek Skin Pro, bëj një skin test falas, sepse është falas dhe kjo është edhe më e rëndësishme për ta kuptuar edhe zbuluar kështu, sepse ndihmon edhe shumë të tjerë që ndoshta nuk kanë mundësinë për të shkuar edhe për ta bërë, dhe nga ana tjetër zbulon çfarë mund të ketë lëkura jote dhe shikon nëse të duhet ndonjë produkt, nëse të duhet diçka që mund ta marrësh, sepse garancinë që kemi te produktet Skin Pro e dim secili, megjithatë nuk je detyruar as të paguash asgjë në këtë rast, të paguash diçka për skin testin sepse është falas dhe në të njëjtën kohë as nuk je detyruar të marrësh produkt. Se merr produktin është zgjedhja jote, se unë besoj që nuk mund të rish pa blerë një produkt. Është e pamundur dhe unë falenderoj për këtë këshill, e cila nuk më shërben vetëm mua, po i shërben çdo vajze që na ndjek në këtë momente. Të dy vendodhjet e Skin Pros, kështu që nga të kesh rrugën më kollaj më afër, mund të shkosh. Skin Pro na surprizon her pas here, sidomos me këto lehtësirat që të jep, që nuk gjenden kudo. Me kaq surpriza sa bën, unë do filloj të mendoj që mund ta bëjmë skin testin dhe online. Nuk do habiteshim. Gjithsesi, është momenti juaj për të bërë një skin test falas tek Skin Pro.